Çlirim apo diktaturë? E vërteta e luftës së dytë botërore në Shqipëri. Histori, ideologji dhe manipulim. Në nëntor të vitit 1944, Shqipëria përjetoi një nga momentet më të rëndësishme të historisë së saj moderne, përfundimin e luftës së dytë botërore dhe çlirimin nga forcat pushtuese. Udhëheqësit partizanë në Tiranë, flamuri kuqezi u ngrit lart dhe lajmi fitores u prap me entuziazëm nëpër qytete dhe fshatra. Por, ndërsa historia e shkruar zyrtarisht e shpalli këtë moment si triumf të popullit shqiptar, një debat i madh ka qëndruar pezull për dekada. A ishte kjo një luftë çlirimtare kundër pushtuesve të huaj, apo ishte fillimi një epoke të errët që solli diktaturën komuniste në Shqipëri? Cila është e vërteta? Për të kuptuar këtë ngjarje, në gjithë kompleksitetin e saj, është e nevojshme të shqyrtojmë të dy këndvështrimet. Atë që e sheh luftën antifashiste nacional çlirimtare si akt heroik kundër pushtuesve dhe atë që konsideron atë si një përgatitje për vendosjen e pushtetit totalitar. Jemi në prag të viteve 1940. Shqipëria ishte në pushtimin e Italisë fashiste. Më 7 prill 1939, trupat italiane zbarkuan në Durrës, Vlorë, Shëngjin dhe Sarand. Brenda pak orësh, rezistenca armatosur shqiptare u shtyp dhe pavarësia e brisht e shtetit shqiptar mori fund. Mbreti Zog iku në mërgim, ndërsa Viktor Emanueli III shpalli veten mbret të Shqipërisë. Në këtë sfond të zymt filloi të formësohej rezistenca. Në fillim, ajo ishte shpërndar në grupe të vogla, çeta patriot lokal, intelektual dhe ushtarak të zhgënjyer. Por deri në fund të vitit 1942, skena e rezistencës filloi të marrë një strukturë më të qartë. Grupi i parë që do ndërtonte një strukturë ushtarake të organizuar ishte Partia Komuniste e Shqipërisë, e formuar më 8 nëntor 1941, me ndihmën direkte të emisarëve jugosllav si Dušan Mugosha dhe Miladin Popović. Kjo parti do të vendoste shumë shpejt nën kontroll strukturat partizane në të gjithë vendin, duke themeluar lëvizjen nacional çlirimtare me një ushtri të centralizuar, të quajtur Ushtria Nacional Çlirimtare. Krahas kësaj lëvizjeje, u krijuan edhe dy formacione të tjera të rëndësishme. Formacioni i parë ishte Balli Kombëtar, i themeluar në vitin 1942 nga figurat e njohura si Mitat Frashëri, Ali Bej Këlcyra, Hasan Dosti e të tjerë. Balli kishte si qëllim çlirimin e vendit dhe krijimin e një Shqipëri etnike, duke theksuar parimet e nacionalizmit dhe liberalizmit. Formacioni i dytë ishte Legaliteti, një lëvizje që u formua më vonë në ndërtimin e Abbas Kupit, që kërkonte rikthimin e monarkisë së Zogut dhe ruajtjen e institucioneve tradicionale. Ndërkohë që këto formacione po merrnin formë, Shqipëria ndodhej në një klimë represive dhe të paqëndrueshme. Ushtimi italian kishte sill me vete dhunë dhe propagandë fashiste, ndërsa popullsia shqiptare jetonte mes frikës, urrëritjes ndaj okupatorit dhe shpresës për çlirim. Me kalimin e kohës, lufta kundër fashizmit filloi të organizohej më seriozisht. Vitet 1941 1943 përvajsoi një periudhë vendimtare, ku lufta mori karakter gjithnjë më të organizuar, por edhe më të fragmentuar, pasi përplasjet ideologjike mes forcave nacionaliste dhe atyre komuniste nisën të thellohen. Pikërisht në këtë kontekst, viti 1943 ishte një vit kyç dhe dramatik për Shqipërinë, sepse solli ndryshime rrënjësore në zhvillimin e luftës, si brenda vendit, ashtu edhe në skenën ndërkombëtare. Në shtator të atij viti, Italia fashiste kapitulloi pas dorëzimit të Mussolinit dhe pushtimit të Italisë nga aleatët. Si pasojë, trupat italiane u tërhoqën nga Shqipëria dhe një vakum pushteti u krijua për pak kohë. Në këtë moment, gjermanët ndërhyn menjëherë dhe morën kontrollin e territorit shqiptar. Me ardhin e tyre, Shqipëria kaloi nga një pushtim në tjetrin, kësaj ere në nazistët. Kjo situatë solli ndryshime të mëdha në skenën politike dhe ushtarake. Partizanët dhe forcat e Ballit Kombëtar
që deri atëherë kishin vepruar në mënyrë të pavarur, madje edhe me përplasje sporadike, u përballën me nevojën për bashkëpunim kundër armikut të përbashkët, nazistëve. Kjo përpjekje u konkretizua me marrëveshjen e Mukjes në gusht të vitit 1943, ku përfaqësues të lëvizjes nacional çlimtare dhe ballit kombëtar ranë dakord për një bashkëpunim në luftën kundër pushtuesve dhe për krijimin e një Shqipërie të lirë etnike pas çlirimit. Por marrëveshja zgjati pak. Në presionin e emisarëve jugosllav dhe udhëheqjes komuniste, ajo u denoncua si tradhti ndaj luftës dhe u pasua nga përplasjet armatosura mes partizanëve dhe ballistëve. Kështu, në fund të vitit 1943, lufta në Shqipëri mori për masa të tjera. Forcat shqiptare u përplasën mes tyre më ashpër se me vetë pushtuesin gjerman. Pra, 1943 shënoi kapitullimin e Italisë, ardhjen e Gjermanisë, marrëveshjen e Mukjes dhe shpejt pas saj prishjen e bashkëpunimit mes forcave kryesore shqiptare. Një kthesë dramatike që do të përcaktonte fatin politik të Shqipërisë pas luftës. Pas prishjes së marrëveshjes së Mukjes, lufta kundër pushtuesve u përfshi gjithnjë më shumë nga një përçarje e brendshme politike dhe ideologjike. Partia Komuniste e Shqipërisë, e mbështetur nga emisarët jugoslav dhe më vonë nga aleatët antifashist, filloi eliminimin sistematik të rivalëve të saj, ballit kombëtar dhe legalitetit. Në shumë zona të vendit, këto përplasje u zhndrua në betejë të përgjakshme, jo vetëm kundër trupave gjermane, por edhe mes vetë shqiptarëve. Në maj të vitit 1944 u zhvillua Kongresi i Përmetit, ku lëvizja nacional çlirimtare shpalli veten si e vetmja forcë legjitime politike në vend. Kongresi mori vendime kyçe, formoi një qeveri të përkohshme, shpalli ndalimin e rikthimit të mbretit Zog dhe vendosi që pas luftës do të organizohej një plebishit popullor për formën e regjimit. Në fakt, këto vendime japën rrugën pushtetit absolut të Partisë Komuniste. Ndërkohë, forcat gjermane nisën të rreqe nga Ballkani dhe në nëntor 1944 ato u larguan përfundimisht nga Shqipëria. Partizanët hynë në Tiranë, ndërsa balli dhe legaliteti, të braktisur nga aleatët perëndimor dhe të përndjekur nga partizanët, u shpërbën ose u larguan jashtë vendit. Në vend të çlirimit pluralist që shumë kishin shpresuar, filloi ndërtimi një shteti komunist, një partijak. Zgjedhjet nuk u zhvilluan sipas standardeve demokratike. Opozita u shpërbë me dhunë dhe Enver Hoxha konsolidoi pushtetin si kryetari i partisë dhe i shtetit. Lufta kishte përfunduar, por në vend të lirisë filloi një regjim diktatorial që do të zgjaste për 45 vjet. Pas paraqitjes së panoramës së trazuar të asaj kohe dhe me ngjarjet që shkojnë deri fundit të luftës, pyetjet fillojnë të shtrohen me zë gjithnjë më të lartë. Pse u prish marrëveshja e Mukjes? A ishte kjo thjesht një tradhti politike, një naivitet, apo pjesë e një plani më të madh për të eliminuar rivalët? A pati vërtet një luftë civile në Shqipëri, apo përplasje të brenda shqiptare u përdorën për të konsoliduar pushtetin e një force mbi të tjerët? A ishte lufta kundër pushtuesit nazist, një përpjekje reale dhe përbashkët, apo një teatër ku interesat ideologjike dhe fraksionet e ndryshme dominuan mbi luftën e vërtet për çlirim? Dhe më e rëndësishmja, a mbajti Shqipëria anën e duhur të historisë? Nëse do të kishte fituar balli kombëtar, a do të kishte ekzistuar Shqipëria që njohim sot, apo do të kishin përjetuar ndarje dhe shkatërim? Nga ana e lëvizjes nacional çlirimtare, dokumentet e arkivit britanik në raportin e tyre të datës 15 nëntor 1944 theksojnë se forcat partizane zhvilluan betejë të guximshme kundër pushtuesve në qytetet si Vlorë, Tepelen, Dibër dhe Pezë, ku ranë dëshmorë të shquar si Vojo Kushi dhe Asim Zeneli. Raporti Osit Amerikan nga maj i vitit 1944 vlerëson se PKSH-u organizua në mënyrë efikase dhe ishte forca kryesore që luftoi kundër italianëve dhe më pas gjermanëve. Kongresi i Përmetit në janar 1944, i dokumentuar dhe në raportet zyrtare të aleatëve, themeloi një strukturë politike antifashiste që
që gëzonte mbështetjen e gjerë popullore. Në konferencën e Teheranit, nëntor 1943 dhe Jaltës, shkurt 1945, aleatët perëndimor njohin Lëvizjen Nacional Çlirimtare si përvajsuese në legjitime të Shqipërisë, duke vlerësuar kontributin e saj. Raporti britanik i Foreign Office-it me datën 10 shkurt 1945 thekson: Lëvizja Nacional Çlirimtare është e vetmja forcë që ka arritur të mobilizojë masat dhe të luftojë në mënyrë efektive kundër pushtuesve. Ajo ka fituar besimin e aleatëve dhe popullit. Por raportet zyrtare dhe hetimet historike tregojnë një realitet edhe më të ndërlikuar. Raporti i Foreign Office-it të datës 12 mars 1944 me titullin Situation in Albania thekson se në disa zona forcat partizane shmangnin përplasje dhe drejt për drejta me trupat gjermane për të fokusuar në luftën kundër ballit kombëtar dhe legalitetit, duke kthyer luftën në një konflikt civil të brendshëm. Rishja e marrëveshjes së Mukjes në gusht 1943, sipas raportit të OSIT të datës 28 shtator 1943, u cilësua si një akt politik për eliminimin e rivalëve dhe monopolizimin e pushtetit nga PKSH. Lidhjet e PKSH-s me Partinë Komuniste Jugoslave dhe influenca e Beogradit, të dokumentuara në arkivin e Kominternit, ngrejnë dyshime mbi pavarësinë e drejtuesve shqiptar dhe qëllimet e tyre reale. Raporti OSIT i vitit 1945 thekson: PKSH-ja në bashkëpunim të ngushtë me Jugosllavinë kërkoi të sigurojë kontrollin mbi Shqipërinë, duke i përdorur masat e luftës për të konsoliduar pushtetin e saj. Ndërkohë, balli kombëtar, për shkak të bashkëpunimit me forcat gjermane, mbeti në anën e humbësve. Raporti i Foreign Office-it datë 5 qershor 1945 shprehet qartë: balli kombëtar është njohur për qëndrimin e tij pronazist dhe bashkëpunimin me okupatorin gjerman, duke u përjashtuar nga proceset pas luftës dhe duke humbur çdo mbështetje ndërkombëtare. Kjo bëri që balli kombëtar të mbetet i dënuar historikisht si aleat i fuqive fashiste dhe jo si forca çlirimtare që pretendonte. Në përfundim, me gjithë komplikimet e brendshme dhe përplasjet ideologjike, Shqipëria përfundoi në anën e fituesve të luftës së dytë botërore, fal kontributit dhe organizimit të lëvizjes nacional çlirimtare. Historikisht, periudha e luftës së dytë botërore në Shqipëri ka qenë një nga më të ndërlikuarat dhe më të përçarat në historinë kombëtare. Disa e njohin lëvizjen nacional çlirimtare si forcën e vetme që luftoi me vendosmëri kundër pushtuesve dhe që arriti të çlirojë vendin, duke vendosur themelet e Shqipërisë moderne. Ata argumentojnë se pak të rezistencë të organizuar, Shqipëria do të kishte rënë në ndikimin e aleatëve të Gjermanisë dhe ndarja etnike do të ishte bërë e pakthyeshme. Nga ana tjetër, përkrahasit e ballit kombëtar dhe legalitetit ngren shqetësimin se lufta reale për çlirim u zbe nga një konflikt ideologjik i thellë dhe i përgjakshëm brenda vetë shqiptarëve. Sipas tyre, balli kombëtar dhe legaliteti u përpoqën të mbrojnë Shqipërinë të bashkuar dhe të pavarur, por u tradhtuan dhe u shpallën armiq nga Partia Komuniste dhe aleatët e saj, që ishin të orientuar drejt një ndryshimi radikal social dhe politik. Ata gjithashtu theksojnë se bashkëpunimi me pushtuesin në disa raste nuk ishte shenjë tradhtie, por një taktik për të mbrojtur interesat kombëtar nga kërcënimi më i madh, ai i komunizmit. Në këtë peizazh kaotik, ku çdo palë pretendon të ketë qenë në anën e duhur të historisë dhe ku fakte e dokumenta historik interpretohen shpesh në mënyra të ndryshme, pyetja që lind natyrshëm është e thjeshtë, por e rëndësishme. Nëse do të jetoje në vitin 1943, në cilën anë do ishe? Me lëvizjen nacional çlirimtare dhe partizanët që e shihnin pushtuesin si armik absolut dhe luftonin për çlirim, apo me ballin kombëtar dhe legalitetin, që përparësinë e tyre e gjenin në luftën kundër komunizmit, edhe pse kjo do të thoshte ndoshta bashkëpunim me pushtuesit? Kjo pyetje, që reflekton dilemën dhe tensionet asaj periudhe, mbetet një prej sfidave më të mëdha për të kuptuar historinë dhe identitetin shqiptar. Faleminderit që ishin me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.